Përshëndetje, kam një mesazh për diasporën në Shkodranën në veçanti. Unë jam Tet Kopliku, kandidat për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për qarkun e Shkodrës. Edhe unë si ju kam kaluar një pjesë teme në diasporë dhe e di se çfarë më thanë me kënë larg vendit tënd. Diaspora shqiptare i ka shërbyer në shekuj Shqipënisë dhe sot ka edhe një herë një detyrë patriotike, atë të votës. Është fat i madh për Shqipërinë që këtë herë diaspora shqiptare ka drejtën e votës. Në vendet ku ju jetoni e shihni se si demokracia është burim i shumë të mirave të tjera që vinë mbrapa. Jepni votën tuaj për Partinë Demokratike, për Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe bëni pjesë e projektit të madh për këtë Shqipëri. Kërkoj votën tuaj edhe si kandidat që me kanë pjesë e Parlamentit Shqiptar dhe me kanë zonë juaj në atë parlament dhe me kriju edhe një herë lidhjen e Shqipërisë me diasporën shqiptare. Dhe me arrit që nesër diaspora shqiptare mu kthy edhe një herë në vendin e vet për me ndërtuar të ardhmen këtu. Për gjithë atyre që i ka shku fleta e votimit, ju lutem mos harroni që fshehtësia e votës është e shenjtë. Bëni pjesë e projektit për Shqipërinë Madhështore. Votoni Partinë Demokratike, votoni Njëshin.